Serbia po e zvogëlon më tej uljen e akcizave mbi karburantet motorike, tha qeveria, ndërsa çmimet globale të naftës kanë vijur të bien mes përparimit në bisedimet e paqes midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Qeveria tha se akciza do të jetë 64.8 dinar për litër benzinë pa plumb dhe 66.64 dinar për litër naftë gjatë periudhës 22 deri 28 qershor, krahasuar me detyrimet prej 57.6 dinarësh për benzinën dhe 59.23 dinarësh për naftën që ishin në fuqi që nga 16 maj. Përpara se të fillonte lufta në lindjen e mesme më 28 shkurt, akciza e karburantit për benzinën pa plumb ishte 72 dinar për litër dhe për naftën 74.04 dinar. Për të zbudhur ndikimin e rritjes së çmimeve globale të naftës gjatë luftës në Iran, qeveria i uli taksat me 20% në mars dhe me 5% të tjera në prill. Ulja kumulative prej 25% e taksave të akcizës së karburantit kishte qenë në fuqi deri më 16 maj, kur qeveria uli për herë të parë në 20%. Javën e kaluar, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se priste që qeveria të ishte zbritjen e akcizave, pasi situata në tregun global të naftës ka filluar të stabilizohet. Fondi Monetar Ndërkombëtar tha më parë këtë muaj se Serbia duhet të eliminojë uljet e akcizave të karburantit deri në korrik nëse çmimet e naftës mbeten pranë niveleve aktuale, pasi subvencionet afatgjata të karburantit janë të kushtueshme dhe jo efikase. Qeveria e Serbisë zgjati gjithashtu me 60 ditë një rregullore që i lejon asaj të vendosë çmimet maksimale me pakicë të karburantit në baza javore, cila ka qenë në fuqi që nga viti 2022. Çmimi maksimal me pakicë për naftën për periudhën 19 deri 26 qershor është vendosur në 217 dinar për litër, 3 dinar më pak se java e kaluar dhe 17 dinar më shumë që nga fillimi i luftës. Çmimi i benzinës tani është 191 dinar për litër, gjithashtu 3 dinar më pak se periudha 12 deri 19 qershor, por 10 dinar më shumë që nga fundi i shkurtit.